Në këtë epokë turbullt kur zemrat janë të mbyllura dhe sytë e njerëzve kanë humbur dritën e vërtetë, Al-Kitabu, libri i madh i Zotit, vazhdon të flasë. Jo me zë të lartë, por me një fshikëllim të butë që thyen errësirën e shpirtit. Çfarë na tregon ai sot? Jo thjesht ligje apo urdhra, por një thirrje të thellë për t'u kthyer te burimi i jetës. Allahu. Në çdo ajet ka një portë që çel rrugën e luminicit. Në çdo fjalë, një dorë që zgjon atë që flen e errësirë. Sot, shumë kërkojnë përgjigje për ankthin, vetmi dhe paqartësinë, por përgjigja nuk gjendet në teknologji apo në fjalë njerëzish, por në fjalët që zbritën nga qielli. Ky dokumentar fillon nga këtu, nga momenti kur mendimi i Perëndis takohet me mendimin ton, jo për të na ndëshkuar, por për të na shpëtuar. Sepse çfarëdo që lexon sot në Kur'an nuk është historia e kaluar, është një pasqyrë e së tashmes suaj. Shumë prej nesh kërkojnë një shenjë, një prekje, një zë, një dritë në mes të natës së gjatë. Por shpesh, ata nuk e shohin dorën e Perëndis, sepse presin që ajo të shfaqet si një stuhi, kur në të vërtetë ajo vjen si një frymë e butë mbi fytyrën e një fëmije. Në kohë hangsi, kur çdo gjë duket e humbur, ai nuk të lë. Ai është atje, në atë frymë e parashikueshme që të qetëson, në atë mendim që sjell paqen pa arsye, në atë moment kur një fjali nga kurbani të prek zemrën papritur. Dora e Perëndis nuk është e padukshme, ajo është e pranishme në detaje, në heshtjen e shenjtë, në lutjen që nuk flet dot por që zemra e dërgon. Sot, shumë e kërkojnë atë dorë, por e kërkojnë jashtë, kur ajo është brenda, duke të mbajtur, duke të drejtuar, duke të kthyer nga rruga e humbjes. Mos u frikso, ai e njeh emrin tënd, ai e dinte që do të vinte këtu, dhe tash ai po të shtrëngon, jo për të dënuar, por për të rindurtuar. Në botën tonë moderne, librat janë të hapur, por shpirtrat janë të mbyllur. Por ka libra që nuk shihen me sy. Janë ato që Allahu ka shkruar në zemrat tona, në fatin ton, në çdo vendim që kemi marrë me dorë trembur. Këta janë librat e mbyllur, të fshehur, por të plot me të vërtetën. Disa i mbyllin me mohim, disa me mëkatin e egërsisë, të tjerët me dashurinë e botës së kaluar. Por ditën kur do të vi të gjykohesh, nuk do të lexohet çfarë ke postuar, por çfarë ke shkruar në zemrën tënde me gjestet e tua të fshehura. Sot, para se të vonohesh, hap atë libër, lutja. Hape atë libër, pendimi. Hape atë libër, dashuria për të ndryshmin. Sepse çdo ajet i Kuranit është një çelës për një nga këto libra, dhe çdo gotë ujë që jep një tmjeri, çdo fjalë mirë që thye një zemër thyer, janë faqe të rinovuara në librin e veprave tua. Mos prit ditën e errësirës për të kërkuar dritë. Hapi tani. Në kohën e sotme, bota bën zhurmë pafund, ekrane që flasin, njerëz që grinden, zemra që rrahin pa paqe. Por mes kësaj zhurme, Allahu nuk thërret me britma. Ai flet në heshtjen, sepse heshtja nuk është mungesa e zërit, por prania e të vërtetës. Në atë moment kur të gjithë janë dalur, kur rrjetet sociale janë të fikura, kur dhimbja është e vetmja që të shoqëron, atëherë ai hyn, jo me fjalë të shkruara në ajër, por me një ndjenjë të paqes, që nuk kuptohet me mend, por që zemra e njeh menjëherë. Ai është zëri që të thotë: unë jam këtu, jo sepse ke merituar, por sepse je bija/biri im. Shumë e kërkojnë Perëndin në tempuj të mëdhenj, por ai qëndron në dhomën e vogël të zemrës së thyer. Sot, mos i friksohu heshtjes, mos e mbush atë me muzikë, me zëra, me distragime. Le ta dëgjosh, sepse në atë heshtje, ai po të përgatit për diçka më të madhe se çdo që ke parë deri tani. Në kohën e sotme, shumë kërkojnë magji, amuleta, formulëra, rituale fshehurazi. Por magjia e vërtet nuk gjendet në gurët e zi apo në fjalët e errta. Ajo gjendet në atë që të thotë: Allahumma inni a'udhu bika, me zemër të hapur në mes të natës, kur askush nuk të sheh. Magjia e vërtet është kur besimi i fshehur i thyen zinxhirët e frikës, kur një zemër e paqëndrueshme thërret emrin e Zotit, pa shpresë për përgjigje, dhe megjithatë drita vjen. Kjo nuk është iluzion,
është realiteti më i thellë i krijesës. Allahu nuk dëshiron ofera magjike, ai dëshiron zemra të sinqerta, sepse çdo herë që e ke lutur atë në errësirë, pa askënd për të dëshmuar, ai ka shënuar atë lutje si një fjalë vërtet në librin e të pavdekshëm. Sot, mos u kthe prapa te praktikat që largojnë nga dija. Magjia e vërtet është tewakul, besimi i plot se ai kujdeset për ty edhe kur bota rrotullohet kundër teje. Kjo është fuqia që nuk mund të kopjohet, sepse vjen nga qielli. Dhimbja nuk është fundi. Ajo është fillimi i diçkaje të re. Kur Allahu të lën në errësirë, nuk është për të na dënuar, por për të na zgjuar. Sepse vetëm kur humbim dritën e jashtme, fillojmë të kërkojmë atë të brendshme. Çdo zemër e thyer, çdo lot i fshehur, çdo natë pa gjumë, janë fjalë të një lutjeje që nuk kishe mund të folur me gojë. Dhe ai i dëgjon. Ai nuk heq dhimbjen me një herë. Ai e shndron atë në një shkallë që të ngjitet ka ai. Profetët u zgjodhen jo kur ishin në pallate, por kur ishin në qeliza, në shkretëtira, në varra të gjallë. Dhimbja jote sot është shenja se ai po të përgatit për një dritë që nuk mund ta mbajnë sytë e zakonshëm. Prandaj, mos ja kthe syt. Mbaje, përqafoje, sepse nga kjo errësirë do të lind një dritë që do të udhëheqë edhe të tjerët. Dhe kur ta shohësh atë ditë, do të falenderosh për çdo moment kur mendove se ishe i braktisur. Anksieteti nuk është vetëm një simptom e trurit, është një thirrje e shpirtit që ka humbur lidhjen me të vërtetën. Kur trupi i trembet, kur mendja nuk gjen paqe, nuk është sepse Allahu të ka lënë, por sepse zemra jote ka qenë shumë e zënë me botën për t'i dëgjuar hapat e tij. Sot, shumë e trajtojnë ankthin si një dështim, por në realitet, ai mund të jetë momenti kur Perëndia po të thërret, kthehu te unj. Sepse çdo zemër që ka frikë, por ende kërkon dritë, është një zemër e preferuar. Lutja nuk është një ilaç magjik kundër ankthit. Ajo është një dorë që e shtrëngon Zotin në mes të stuhisë, dhe ai, i mëshirshmi, nuk e lë dorën tënde. Ai e di çfarë po ndjen. Ai e ka kaluar këtë rrugë me ty që nga para se të lindësh. Mos e fshe dhimbjen, bëje atë një portë, sepse nga zemrat e thyera, ai ndërton tempuj. Shpesh e quajmë kthimin si një fund. Fundi mëkateve, fundi gabimeve, fundi rrugës e errët. Por në sytë e Allahut, kthimi nuk është fund, është fillimi i vërtet. Sepse çdo herë që zemra thot, ja Rabbi, ajo nuk kthehet prapa, ajo lind përsëri. Ti nuk je i dënuar për atë që ke bërë, por i ftuar për atë që mund të bësh. Dhe ky dokumentar, kjo rrugë e 15 pjesëve, nuk ka qenë për të na gjykuar, por për të na kujtuar. Ti je i dashur, jo sepse je i përsosur, por sepse je i njohur. Allahu e njeh çdo dhimbje të fshehur, çdo lot që ke fshehur në nqeshjen, çdo lutje që është thyer në gojë para se të dalë. Tani, kur drita ka hyrë, mos e lër atë të shuhet. Bëje çdo ditë një kthim, jo dramatik, por i butë. Një falje shtesë, një fjalë mirë, një moment heshtjeje me të ndryshmin. Sepse qielli nuk priste që të bëhesh i përsosur, ai priste që të kthehesh. Dhe kështu, historia jote nuk mbaron këtu, ajo sapo ka filluar.